Përshëndetje. Ja ku jemi më në fund me podcastin ton përsëri. Se përshëndesi hyjni. Dhe me sa duket për herë të fund. Jo. Hera e parë për këtë vit. Hera e parë për këtë vit për sezonin e fundit. Haroni, unë do vi desha të jem 50 vjet këtu. Okej. Po kur ti je 51? 51 të rojmë deri atë. Ju kërkova ujë dhe nuk ma sollu ujë. Ta kërkoj ty. Unë mbajta të lyesha. Jeni tepër. Plus mos në përkushtuar isha pas Iliazit. Po. Ishte pas dalë të përdor lapsin e buzëve të bëj lapsin e syve. Jemi në sezonin e dytë dhe të fundit të sherin. Po, kë nuk ishte 3. Ne mendoam të bënim një episodin e parë të këtij sezoni të hapnim vetëm ne të treja, një free talk. Po, lomotitjet thuaj. Me lomotitjet tona. Dhe se si ndihemi ne tashmë që jemi maturante, se si erdhi historia e sherit, dhe do flasim pak edhe për atë promon e frikshme që futi të driturat në themellet e Raqit. Në themellet e Allahit. Po, të Raqit. Mbylli veshët. Atëherë, kur kemi dhënë idenë në fillim fare, ne në vit të parë kemi bërë Pop Passport. Dhe duke qenë se ishte hera e parë nuk e kishim atë konfidencialitetin, nuk e kishim atë personalitetin, atë karakterin, nuk kishim kaq potencë. Ishim personaliteteve. Ishim një tabula rasa. Ishim një tabula rasa akoma e vogël. E pa shkruar ende në këtë aspekt. Pikërisht. Aspektet. Që në momentet që morëm ato dozat e duhura të personalitetit ton, që të dilim në kamera dhe të flisim kështu siç jemi sot tash. Teknikisht në vit të parë nuk dolëm në kamerë. Nuk dolëm në kamera, po. Ishim vetëm në Pop Passport dhe pastaj vitin e dytë morëm iniciativën që kemi bërë intervistat me presidentët dhe me kandidatët për president. Po, ata ishin 3 president. Me kandidatë për president. Pastaj u bën disa episode të vogla. Për një show. Po. Disa nga pjesëmarrësit. Për një show, për çfarë u bë tjetër? Për një show bëm vetëm për një show. E kemi mbyllur me rin show. Po, e kemi nisëm dhe e mbyllëm me rin show. Teknikisht e kemi nisur me po kështu zyrtarisht pjesë e podcastit, me ata e nisëm dhe e mbyllëm. Kishë morëm edhe Borin që si ishte. Po, kemi bërë dhe intervistën me Borin. Pastaj gjoja vajtëm pushuam në Behar se ngelim në përpunra, vetëm Sofia kështu si vajzë dembele që rritë ditën në shtëpi. Unë nuk theva nga Amerika. Normal, kjo se vajti në Amerikë. Vajta në Amerikë. Po vajta. Do vesh prap. Nuk e di. Do vej normale. Dhe ja ku jemi përsëri. Dhe ja ku jemi tashi, ajo java e parë e shkollës ishte java më e orientuar e jetësime. Unë nuk dija të lexoja orarin. Ne ishim shumë të orientuar. Pjesa tjetër mbi ne ishte shumë të orientuar. Rofsh, hajde. Sofia. Vetë vlerësimi që ka Sofia për veten. Vetë vlerësimi që ka për vete. Vetë vlerësimi që ka për vetëbe. Për vetben. E shikon, kur do të më bësh grapën mua bie vet. Si ajo promoja e Pop Passport që e zeza mbi të bardhë dhe bardha mbi të zezë dhe ylli limani në fund. Gjuje. Java e parë të them të drejten, mua më duket sikur erdha në gjimnaz për herë të dytë. Se për herë të dytë në kuptimin që e kisha për herën e parë. Dhe shumë filozofike. Dhe për çudi nga që njiheshim se vitin e parë nuk është se njohnim njëri tjetrin, aq. Më vjen një tullumbace. Nga Dorashka të Stefanis. Po. Sa bukur. Dhe si për çudi nga që ishim të gjithë ata që kemi qenë për këto 3 vite rresht, edhe pastaja kur ndam në për klasa kishim njerëz edhe që nuk i njinim, edhe ca që i njinim, po s'donim të njinim. Ajo. Sofia, ndonjëherë je me drejt për drejtë ç'duhet. Jo, kishte Zipit Sofia, tu nuk duhet të jesh. Zipit ngjela. Jo, nuk kam inat njëri. Dhe përveç Angelikës. Dhe tashmë jemi është duket diçka normale. Në fillim fare duhet të javën e parë nuk dim ku kishim klasat njerë. Jo më të gjenim. Javën e parë të dilnin kështu si kur po mblidhin delet dhe ne ishim delet. Po, ne teknikisht jemi çdo ditë. Dele?
teksa rreshtohemi dhe futemi. Po, sepse ai rreshtimi në fakt të ndihmon të futesh pa ngatresa. Totalisht nuk bëhet atje. Totalisht. Megjithatë u përshtatëm deri diku. U përshtatëm, po njeriu është kafsh politike, në fund të fundit do të përshtatet me gjithçka që e rrethon, sepse është karakteri dhe vetë i ndërtuar në atë lloj mënyre. Neve do vazhdojmë për filozofi, më duket. Treja. Asnjëra nga ne nuk do vazhdoj për filozofi dhe ne kemi filozofin kaq të futur në gjak sa nuk e qepim në asnjë moment. Hemi atyre. Hesht. Kujdes, Sofia. Okej. Dhe kur erdhëm në vit të tretë erdha e çlodhur me shumë mendime të reja. Dhe në fillim fare, ne do t'i bënim intervistat ashtu siç kishim për t'i bërë, siç i bëmë dhe vjet. Mirë, po unë mendova siç kishim për të bërë. Po, unë mendova pse mos bëjmë një promo. Dhe më ka hipur një ide. Në fakt promoja kishte një nxitje, kishte një shtysë. Po, kishte një shtysë që në fakt në fund neve kur e hodha idenë nuk e kishim akoma atë nxitjen që do të merrte si video. Megjithatë unë thjesht doja, duke qenë se do ishte diçka që ne e bënim për herë të fundit, të ishte diçka speciale dhe dash atë idenë që sikur në klasë neve vinin si nxënëset normale, të rregullta dhe gjenim atë valixhen që na theshte që duhet të ktheheni dhe një herë të merrni emision. Në fillim fare ishte ideja që do ishte profesori dhe nuk do ishte radioja siç ishte në video. Në fillim pastaja duke qenë se duhet të ndodhnin disa ndryshime teknike, s'kishte kush na filmonte neve, kush të filmonte profesorin. Ishte ideja që duhet të vinte një person i katërt. Dhe pastaja ishte dhe ajo, ne kemi parë Charlie's Angels që flisnin nga radioja. Dhe si përfundim, dolëm në konkluzionin që mund të përdornim radion. Po shumë ka një gjëra shumë gjëra erdhën me erdhën me krijimin e videos, të themi të drejtën, sepse shumë gjëra dolën në moment, nuk i kishim menduar. Po flet për procesin e filmimit, në vend të flas për atë që është më rëndësishme. Po, se thuaje ti se plasë. Realizimi i videos ishte perfekt. Ai ishte fantastik. Jo për të mburur, po ishte perfekt. Jo për të mburur. Për të mburur Angelika, se ne nuk mburemi ne nuk mburemi, ne dhe mburja në një fjalë. Ne kemi ndërtuar 4:30 këtu na grinte zora. U bëm në piperkas, ishte edhe vap. Po, ishte vap. Ishte me xhaklita neve. Po. Kjo me taka. Edhe me taka. 5 pont. Jo, unë tërkohë që erdhëm bënim xhirimet këtu në podcastin Unjoqa. Edhe kyçi Angelikës. Dora ime është prangosur mira. Nuk e keni idenë sa gjëra kanë ardhur në momentin e fundit që ajo video, domethënë, nëse një person e shikon në pamje të parë thot sa mirë e kanë menduar. E vërtet. Sa mirë e kanë menduar, po ku i kanë gjetur këto ide? Ne ndërkohë dham shpirtin, në kuptimin e plotë të fjalës. Ne ku e kemi gjetur akoma? Megjithatë, si ne bank announcing këtu. Po ta hapum, pse jam? Ta hapim, po që do ta ndalojmë, nuk do ta shikojmë të gjithën që ta komentojmë. Neve do ta shohim videon sepse duket andaj. Jo, do ta montojmë pastaj. Do montoj kjo. Montoj. Tashmë, Monteske. Ju shikoni videon e plot, neve do t'ju themi ndërkohë që e shohim, do t'ju themi edhe se si erdhi procesi i videos në suksesin që ne kemi sot. Okej. Gjëja e parë. Gjëja e parë fare ishte kur hapnja derën, Djosha kërtau shumë. Po kur e mbyllau. Dhe kur e mbylli Sofia ishte potau. Ne kemi vdekur në atë moment. Dhe këtu Angelika e ka thënë shumë spontanisht, ne nuk do ta linim zërin ton, ndërkohë që hyni, po unë ju thash, ai flasim dhe Angelika ka komentuar ku kam kimi. Mish s'u dëgjuan ato time. Ato ngjitjen e shkallëve nuk e di sa e kemi bërë. Ajo ngjitja e shkallëve nuk ka gjë se kur të montohet do e tjetër gjë. E di po. Dhe si për çuti ndërkohë që ne ngjitim shkallët, sa herë ngjitim shkallët nuk dilte drita aty ku donim ne të ishte. Ngelëm ngjit zbrit. Dhe ideja ishte që unë duhet të ecnja përpara, ndërkohë që gocat e kisha mbrapa, dhe ndërkohë që unë ecnja përpara, ato ishin shumë të çorientuara midis muhabetit që kishin.
Jemi të orientuara ne ndërkohë kimisëve të fizikës. Dhe un me përballë me klasën hy dhe shoh diçka, po me klasën tonë të re, që është kabineti filozofisë 12AC. Dhe shoh më sakt. Pa hyr, tamam. Hyr dhe shoh. Pa hyr, tamam, me rregullova. Tamam, pa hyr, tamam. Shoh një gjë të pazakontë që them o zot prap nga e para ky muhabet. Mirë po, ideja ishte që të kapeshe fytyra ime. Ajo fytyra ime u kap shumë herë derisa ishte drita e duhur dhe fokusi. Derisa Stefania u kthye dhe pa vërteta në këtë shikonte. Unë do them atë Anxhelika. Ajo po kujtua. Lëpirsja ime. Këtu na është dashur një orë plot që të vinim në vete për shkak se termosi Sofias bëri një zhurmë më gjepse se në sfond. Ishte momenti që ne duhet të rrezonim çantat dhe neve nuk e kishim të planifikuar, po profesori në momentin që kemi hyrë tha, po pse le rrezojeni çantat dhe të duket sikur o zoti ma si jeni aq të acaruara, aq të lodhura nga kjo gjë që po ndodh përsëri. Kërtau Anxhelika ra në gjunjë, falme o zot, falme. Po pisa me bukur ishte se ecja unë përpara vinin këto dhe duhet ta lëshoja unë çantën. Anxhelika pastaj Sofia. Në fillim fare nuk dukeshin çantat. Pastaj herën e dytë që kemi bërë ishte termosi Anxhelikës. Ja Anxhelikës si Sofias ndjes. Jo, po dhe pëlqitura ime tamam si zhurmë termosi. Dhe pastaj unë dëgjova vetëm një bum, si ato këmbanat e kishave të mëdha, ding. Notre Dame. Dhe pastaj dhe dëgjoj edhe një sikura ndonjë njeri nga kati 4. Rreziku të. Dhe ishte Anxhelika. Ishte Anxhelika. Kur kthehem unë shikoj njëra po faleshe, tjetra po mbaheshe në dera. Edhe profesori po vdiste për vete atje. Si sra kamera bam. Stefania e shkreta çmë gjeti, Thjesht ideja ishte që neve nga që kishim bërë shumë në atë momentin që hynim, dilnim, gjiteshim, zbrisnim, kishim kaluar 20 minuta me atë puth dhe ne nuk kishim bërë as 30 sekondën e parë të videos. Për kuriozitet 18. Po, sa dubla u bën? Sa herë kemi gjetur? Po 20 minuta për 18 sekonda. Me rregull treshi nuk e di sa del. Sofia. Lëpirsja ime. Lëpirsja e Sofias. Nuk e kishim në plan. Ku vati lëpirsja ta nëse Angra. Kishim, domethënë ideja ishte të merrnim një lëpirse, e kemi bërë në atë moment. Ne mbaruam mësimin me 6 orë. Dhe e mërkur ishte. Po, dhe duhet të xhironim pas mësimit që shkolla ti ishte bosh dhe ne të kishim tamam të gjitha imazhet e shkollës. Ndërkohë që profesori më thot, sikur të marrim edhe një lollipop, më thot. Dhe unë kam vajtur me shpejtësinë e erës, kam marrë 2 lollipop, një portokalli, një të verdhë. Po, dhe një e mbajta unë, një e mbajti Sofia. Mirë, po Sofia e kishte rolin e mbajtje se lollipopit më të gjatë se jemi. Unë e zhduka. Në kolofite, si ke vembë në vend, kau. Si ato macet, kur anë ushim edhe ju kërcasin vembkat. Dhe si përfundim... Anxhelika sa shtrëmbrohet. Dhe si përfundim, Sofia e mbajti lëpirën. Edhe lollipopi, lëpirësa e dhe ai momenti që e kishte kur shikojnë ato... Anxhelikës kokës, fap. Kur shikon, mirë po unë duhet të mbaja të qeshurën. Shumë dubla ja bën vetëm nga momenti që Sofia merrte lollipopin dhe ishte, sepse nuk e ishte siç duhet ai. Gjëra të mi ikte lollipopin mua për dhe pastaj do ta futja prapë në gojë. Dhe unë duhet të mbaja të qeshur. Një kam qeshur unë, një ka qeshur Anxhelika, një qeshi profesori, një qeshi Sofia vetë dhe pastaj unë di që vajta në fund të klasës që mos qesh jam me. Pritë një moment tani ruaj e Sofia. Nuk e mbaj dot brenda. Tani, për sa i përket fletëve top sekret. Si ishte ideja e gazetës? Sofia kishte një gazetë që e përkthente më saktë. Po, do me thënë ishin qarkuar atje. Po, në gazetë... Edhe unë do lexoja sikur do deshifroja kodin. Deshifroj një kod, po. Ndërkohë kodi ishte i deshifruar sepse unë nuk kam intelekt. Kodi ishte i deshifruar. Edhe këto fletët. Këto ide më kanë ardhur një natë më përpara dhe gazetën nuk e di, kam rëmuar në përshpi të gjeja një gazetë të vjetër dhe ishte në gjuhën italiane gazeta.
Edhe këto fletët e mrekullueshme. Fletët e mrekullueshme që ishin këto top secret apo që kishin këto si njolla gjaku. I mora rastësisht kur isha në Amerikë nga një lojë. Rastësisht, kjo ishte pjesa më e bukur dhe pastaj ai kemi foto në video. Domethënë kriminalistika jeton brenda Stefanisë. Ja, këtu Sofia bën dëshifrimin e Lollipopi. Ne me Angelika këtë paraqitu e kemi bërë shumë herë. Edhe këtë paraqitu, momenti që Sofia duhet godiste, duhet të dëgjohesh. Ideja ishte që duhet të dëgjohesh ajo këtau. Dhe e kemi bërë shumë herë nga anë dhe angle-sa shumë të ndryshme. Ati është puna, duhet shkruar nga një kënd, pastaj duhet këputur nga këndi tjetër, pastaj duhet fat me ballin e Angelikës nga këndi. Dhe pastaj duhet të kapesh edhe momentin që Sofia fuste përsëri në gojë Lollipopin. Edhe shikoja shtrembër Stefanin. Dhe shikonte shtrembër Stefanin, shtrembër. Unë duhet të qëndroja shumë. Unë them ta bëni skip të momentin. Unë duhet të qëndroja shumë serioze dhe duhet të shikoja nga Ju lutem, ishte një moment të orientimi. Duhet të shikoja nga Sofia, nga Angelika. Të lutem. Lere ta flasë, po jam baza. Ja ta tre. Në këtë skenë të mrekullueshme, ju do thoni çfarë ndodhi. Bravo. Dhe unë që të mos prishja punë, nuk është se kishim në një kënd hapësinor të mrekullueshme. Hapësinor, sepse ishim në katedra e klasës sonë, atje ndodhi çdo gjë. Ula ti ku mbrapa Angelikës dhe tha profesorit sepse që të kapeshe fytyra ime dhe Angelikës duhet të ishte profesori në vendin e Sofias. Dhe ju do thoni çfarë ndodhi? Profesori tha Angelikës shikon tek Sofia, do me thënë, ideja ishte... Te këndi ku ishte Sofia më parë, jo te Sofia aktuale. Qarë beri Angelika? Angelika ishte. Ndërkohë Stefania këtu. Kjo ishte, do me thënë, Sofia ishte ullur nga krau tjetër. Angelika teknikisht duhet të shikonte ku ndodheshe Sofia në video. Po, të shikonte kamerën. Angelika vajti dhe pa Sofian origjinale. 180 gradë. Dhe kemi vdekur me lot, pa ajtë mblidhnim veten, po iku dhe profesori pastaj. Dhe atje ikën 20 minuta të tjera. Dhe atje ikën dhe 20 minuta të tjera me Pilaz dhe Kurtrita nuk do ta shohë këtë video. Kur i pash ato sytë Angelikës. Duplën e valigjes nuk e kemi për shumë herë të thënë të drejtën. Vetëm njerë që kapeshe ideja, njerë që e tërhoqa dhe njerë u bën 3 euro, ndërkohë që si provë u bën. Po. Dhe ideja ishte që duhet të binin ato fletë dhe ato fletë nuk e kemi bërë më shumë se 2 herë. Rënien e fletëve. Se kur ishte vetëm Stefania ishte aftëm i bën këto punë. Ideja ishte që këtu tani do gjenim rrobat e emisionit dhe i merrnin dhe visheshim. Dhe transitionin e ka futur profesori pastaj. Unë nuk bie dakord me atë klipin e profileve, po haj. Po, aston, nuk rash kur dakord. Tani ju dorit mërshëm. Po, ideja ishte që duke qenë se ishte bërë një promo më përpara që zbrisnin shkallët, dhe ne që të mos xhironim shkallën nga mbrapa, profesori tha do t'ju marr tek pjesa e korridorit. Ndërkohë ne po iknim në askund. Po iknim fizikës. Praktikisht po. Në bibliotekë. Dhe ideja ishte që duhet të kapesh ajo pjesa e zhdukjes në errësirë. Dhe Stefania u detyrua të hidhej mbi profesorin, se duhet të vazhdon mbi kamerën. Mbi profesorin që po mbante kamerën xhan. Okej. Dhe kur kemi zbritur shkallët, në këtë momente se nuk ka. Kur kemi zbritur shkallët, është bërë kush e di sa herë, sepse Angelikës i dimnin këmbët dhe pastaj asaj zbrisnim. Angelika do vesh taka dhe pastaj zitej me taka. Tani, ju në pranon nuk di. Skenari ishte i planifikuar. E kisha shkruar, megjithatë ne do ta komentojmë. Pse jemi përsëri këtu? Ne kemi thënë, nuk marrim emisione të tilla. Kësaj radhe është i detyrueshëm. E përse? Më besoni. Radio sa. Edhe ju duhet ta dini, ne kemi hequr dorë nga këto misione. Deri këtu ishte e planifikuar. Momenti që Angelikës i zihet dora tek ajo, ishte pa planifikuar sepse
Një natë përpara profesori më thotë, ku të gjem pranga? Dhe unë nuk e dija për çfarë duheshin prangat. Dhe thash, thash sepse i ka përdorur motra ime për një dramatizim. Stefani, ke $1 milion si ti pas këtëra. Dhe po për çfarë do? Po do ta shohim nesër. Dhe ideja ishte që ne nuk mund të përdorim të njëjtën valizhe dy herë. Dhe profesori tha, dali se kemi një valizhe në shkollë. Me ca vezë. Ajo valizha kishte ca vezë të vogla. Gjysmë vezë. Po sa jemi munduar që të ngjisnim emrin Tesheri tek ajo valizha se nuk na mbante. Që njërë na ra. Po njërë të na dilte me dritë. Po njërë të na dilte pa dritë. Dhe kur ra, unë ngela nuk fola dhe këto më terrorizuan. Ajo bëri një zhurmë shumë të bukur. Edhe kurala për të mirën e videos. Po kush ti di të mira të jetë. Po anzi kash me mira e dheut. Me raste, nëse dheu ishte 9, po. Zot. Dhe ideja ishte që këtu Anxhelika në momentin, do me thënë ideja ishte që duhet të ktheheshim brapsht. Dhe profesori e idejovi iden me valizhen. Po, idejovi iden me valizhen. Ndërova ëndrën. Dhe Anxhelika këtu bënte si e burgosur. Dhe Anxhelika na hodhi në gjyq për torturë për kyçun e saj. Po sa herë janë bërë dubla. Po sa herë janë hallet më duket. Sa herë Anxhelika përfundovi me dhimbje kyçi atë ditë. E kisha kyçen të skuqur. Dhe u detyruam të bënim dhe një xhirim ditën tjetër sepse nuk kishim kapur këndin që Anxhelika shkonte dorën. Kyçi im u skandalizua edhe një herë. Shkonte dorën. Çelsat i ke brenda në valizhën. Pra jemi të detyruar ta hapim. Me sa duket. Thuaj e pak të lutem. Këtu Stefania edhe pse kishte provuar 700 milion herë të hapte në valizhë, nuk e hapte dot. Nuk po hapja dot, po hapja nga e kundërta dhe pjesa më e bukur ishte lart, po e ulte poshtë. Dhe ju shkatrua thoj. Pjesa më e bukur ishte se këta të tre që ishin atje, po më theshin, po hape, dhe e provovi dhe profesori, dhe pastaja, tha Sofia, më po dale, dhe e pa shumë dhe ngrita nga ana tjetër dhe... Jo, unë dua që të thoni pak të vërtetën, unë bëra ta zjatje, ma uqitorën profesori. Unë isha në karike dhe po qetësohesha. Iku dhe gishti im i vogël. Kjo puntati i gishti. I vogli nuk të duhet. Nuk luan ndonjë rol, përveç kur pi çajin edhe ngre kështu. Mi. Ose të krash veshin Anxhelikës. Dhe ideja ishte që Chelsea Anxhelikës që ne ta hapnim valizhen, duhet që të lironim Anxhelikën se e kishte zënë një magji e errët. Prometeo. Këto magji që në Petrushë. Nëse, dhe ideja ishte që ne duhet të çlironim Anxhelikën, po që të çlironim Anxhelikën duhet të merrnim misionin. Po në fundin e nuk mund ta. Kështu që këto më shitën mua. Po. Jo, e rëmbyen. Unë shita veten teknikisht. Ja, këto ishin, këto mauset e vogla, ishin këto vezët, ishin dhe vet valizha solli vazhdimin e videos, sepse ne atje kishte një USB, kishte çelësa të tjera, kishte një çelës tjetër, kishte ca vezët e arta, duar e arta. Po. Dhe një telefon. Jo, telefoni Stefanis teknik. Po, dhe pjesa më e bukur ishte këto të dyja kishin 6 orë, unë dilja me 4. Dhe profesori ja the, sikur të kishim një telefon Nokia. Profesori vetëm sikur. Sikur të kishim telefon. Kam unë, thash në shtëpi. Po nga ata që nuk përgjojnë, i thash, dhe kam $1 milion s'ka vetëm, kjo të tëra i ka pastaj. Amerikan dollarët, Do të ti sjell kineze. Dollar kinez. Po prandaj. Dhe kam vajtur në shtëpi, ndërkohë që kjo bënte matematikë, fizik të mërkur 2 orë të fundit. Kisha as matematikë. Kjo kishte histori, unë kisha kimi. Kjo kishte kimi. Unë kam kimi. Unë shkoja vërtet kimi. Unë vrapoja në për rrugët e Korçës të shkoja në shtëpi të merrja telefonin Nokia. Të merrja telefonin Nokia. Dhe kemi gjetur edhe çelësat brenda valizhes dhe i thashëm profesor thuaj ky është Chelsea për të hapur bankën kombëtare shqiptare. BKT ja. E cila po rinovoj. Ja pra të shirojmë Anxhelikë. Çfarë momenti të ju jeni të dyshuara për këtë mision. Dhe këtu komentojmë pjesën pse kemi thënë jemi të dyshuara. Pse jemi të dyshuara? Pse ishim të dyshuara neve? Sepse ne ishim shumë të bardha.
Ishim fëmija të bardha. Ishim shumë të bardha. Ishim shumë të bardha. Sepse dikush dyshonte që dikush nga ne në fillim ose që ne të treja ne, më vonë nuk kthyen. Po, më vonë nuk kthyen njëra prej nesh. Secila nuk dijej, po që njëra nga ne dhe pastaj do li emri im. Që njëra prej nesh do ishte vetë. Do ishte vetë kandidate për presidente. Do intervistonte vetë. Na doli emri për ushtar në që të trejave dhe pastaj hodhëm idenë që ne po sikur të luajmë lojën që do kandidojmë të treja në një. Po, në Leverdishtën fundit. Mirë po, duke qenë se nuk e dini një pjesë e madhe që do bëhej, kjo lojë thanë që jo nuk lejohet që të kandidohet 3 në 1. U mërzitën. Dhe pastaj doli emri im në fushën e betejës. E fluan. Edhe unë oda gjatë asaj kohe dhe ato videot e famshme. O do të shti. O do jepi akeu. Jo iku. Gjëra të bukura, shumë të bukura. Që atë kandidosh apo s'kandidosh, kjo është çështja. Edhe pastaj ishin edhe dy motive të tjera që ne të bënim që kandidatët për president të besonin se unë vërtet do kandidoja. Dhe që e hëngrën shumë. Dhe jo vetëm kandidatët. Shumë të tjerë. Do me thënë, kur më ndaluan në rrugë dhe po më theshin, "Ua, sa mirë do kandidosh për presidente." Po, të uroj të fitosh. Po, dhe profesor janë kishte shkruar në Facebook në postin e pikërisht kësaj videoje që gënjen tërkoç gënjen. Gënjesh trash mëkat, Stefani. Jemi tani të përfshira Safianit të gënjeshtër. Jo, ti. Ti se mbajte lojën fare. Kur të shkruani ty, kandidon Stefania, ti nuk e mbaj një lojën se luajën. Po, patjetër. Të dyshuara. Po, madje në top list. Prandaj ose merren misionin, ose do t'i intervistojnë edhe ju. Ose do t'i intervistojnë edhe ju. Kjo ishte ide. Me thënë nuk keni zgjidhje tjetër. Në rregull. Por ky do të jetë misioni i fundit. I fundit. Realisht i fundit është. Në valizhe do të gjeni flashin USB me të dhëna, telefonin e pagjurmueshëm, të çelës në kasafortës të bankës kombëtare për udhëzimet e mëtejshme. Për herë të fundit. Për herë të fundit. Po pak, çfarë do bënim neve me kasafortën kombëtare? Do merrnim të dhënat e tjera. Ato $1 milion e mi. Do merrnim pyetjet pra për kandidatët e presidentëve, pyetjet e intervistave. Kjo ishte ideja. Edhe $1 milion të mi do ishin keq. Dhe në fund fare, ndërkohë që ne bënim xhirimet, profesori tha, "Okej, mi që ju të dyja jeni më përpara, tha, si përpara dhe lërini Anxhelikën mbrapa, tha. Dhe Anxhelika të terrorizoi kombin. Si? Dhe Anxhelika pyeti, duke platur valizhen, e cila më prangosi. Sa të mbara. Dhe pum! Dhe ajo ishte gjëja më e bukur që si mund të mbylleshe më bukur se kaq. Dhe ndërkohë që ne bënim kam gjë më të bukur se shuplaka e Anxhelikës. Po, vetëm ideja ishte neve e xhiruam të mërkurë, duhet ta montonim dhe ta hidhnim të premte sepse të hënë beshin zyrtarisht kandidatë për president dhe të marrë fillonim ne me intervista. Ju. Unë Po, dhe atë ditë këto të dyja po planifikonin ditëlindjen time dhe unë u detyrova, kam ardhur dhe kam qenë me profesorin ndërkohë që montonim videon. Dhe në fund fare pastaja s'kishte si të mbaronte më bukur me duke qenë se neve thimin e jetës tonë. E jetës tonë ishte merr podcast është jeta jon. Godfatherin. Dhe është dhe në background, është dhe në background kënga. Në fund fare kemi dhënë një shprehje të bukur nga I'm gonna make an offer he cannot refuse. Ma komenton pak Ngjela? Të komentoj shprehjen e Godfatherit, të cilën nuk e kam parë asnjëherë. Unë mendoj se kjo shprehje nuk ka koment. Në fund të fundit, neve nuk na bën një offer, neve na bën një detyrim. Do it. Just do it. Ose për ndryshe, unë Anxhelikën, ama me sa budalla shkoj. Pse selam lek? E flionim ishin çishim. Dhe kështu, unë mendoj që kjo video erdhi si ide. Erdhi si ide që kemi profesor. Erdhi si ide dhe përfundoi në mënyrën më të bukur të mundshme.
Ja dolëm, ideja... Amane si kur çfarë bëm? Mesazhi, ju futën frikën atyre që kishim nevojë të qafus në frikën. Morëm mësysh dhe ose mura. Unë e di. Amane kush e mori mësysh të aqem Petrush Sofia. Nuk e di kush do e gjej kush. Është vërtet, është vërtet. And I will... Jo kill. Violence. No violence. Jo kill. Anti-bullying. Këtë e zemër mamit. Ideja ishte që në fund të fundit qëllimi ju në arrit, ishte i suksesshëm. Videoja pati shumë shikime si në Instagram edhe në live-et pastaj. Në Facebook dhe live-et pastaj sigurisht, duke qenë se neve bëm dhe lajmërimin nëpër klasa, ka dalë gryka. Të vitë rekord realisht, ka si me vjet. Sofia, ideja ishte neve atë ditë që kishim intervistën e parë, duhet të shkonim nëpër klasa të bënim lajmërimin. Kemi intervistën e parë. Dhe u presim Sofia neve në qitu lart në 4-4, po pritë poshtë, po dale ku jeti. Sepse kishim italisht dhe do bëhej mësim i lartë. Po. Dhe si përfundim, vi këtu në podcast dhe thjesht e marrë në telefon dhe Sofia. Lala, unë jam e sëmura. Volla. Jo në veshën. Ne na ra bomba në atë moment. Ajde moj, gjithë skenari do të ndryshojë nga e para, duheshin ndar pyetjet një Stefania njun. Më e bukur ajo çfarë ishte që unë isha mirë derisa vajti ora 1:30 dhe për gjysmë orë që do niste intervista, prap. Volli prap. Se kush ishte? Dikush e mallkoi misionin ton. Diku ishte. Kush na mori mësysh? Dhe unë dhe në 2 ditë në vazhdim që erdha isha. Ishte një çik sikur e kishin goditur, po. Humba plot 2 kilograma të ditë. Me mirë s'kaq. Angelika ju për natë. Okej, interesante. Nuk të pëlqeu ty, e së mora ime. Jo, nuk të pëlqeu. Na iku skeptikja të parën. Dhe pastaj rregulluam. Dhimbjet e mia të kurizit më bën që të qëndroja unë për 2 ditë të tjera. Sepse ishte planifikuar që si vjet që u ndruam, jo, Angelika nga që është një nëno, shumë e moshuar, nuk duronte dot me skoliozën e saj, me 45 grad majtas dhe 90 grad djathtas, edhe jemi ku jemi këtu sot. Jemi ku jemi. Okej, unë jam shumë e lumtur që ne e bëm free talk këtë episodin e parë, sepse shkoi shumë bukur. Them të vazhdojmë. Unë them kemi lodhur mjaftuar Jo, për tani them të do vazhdojmë patjetër, ne do t'ju vim me spektator patjetër, me spektator, po dalme më le ta mbaroj. Me spektator të rinj duke qenë se kemi dëgjues më shumë. Dhe do sjellim dhe ide të reja. Nga koka e Sofias. Duke qenë se bën matematikë në avant tash, ka 6 orë matematikë, le ti punoj trurin çik më shumë se. Funksionin ana sjellт. Bravo. Ti çfarë do na sjellësh nga kimia? Atë mini test. Entalpinë. Çepe Sofia. Atë mini testin ai është një background për atë të Pop Passport do ta dëgjoni atje. Mos harroni të na ndiqni edhe tek Pop Passport çdo të mërkurë në orën 21:00. Po. Halloweenin e kemi afër pranë larg. Ne jemi përshtatur me thimin e ditës. Edhe Angelika ishte shumë e përshtatur me thimin e ditës. Po, Angelika ka qarë para episodit të Pop Passport. Këto kanë foto, unë qaja këto qeshnin. Shoqëria e vërtet. Nuk do t'i postoj. Do jedhim story. Pusha. Do jedhim story. Unë po pisha ta ngushëlloja Angelikën e shkret. S'ka gjë zemre mamit. S'ka gjë zemre. Angelika. Stefania ndërkohë. Pista me bukurisht Angelika dhe qeshte dhe qante. Një qeshte 1 sekond qante. Jo që ishte me lot. Jo, ishte i qeshur tamam nga shpirti. E me Angji. Ball. Ball, okay. Se ja u plasa me atë valigjen si atë ditë. Ku ta gjesh ti? Që ma të valigjen në fakt me vestartat të shkollës tonë. Atë kishen mami, shkon që thonë mami. Me thënë, çdo gjë erdhi në momentin e duhur dhe doli duhur, fix. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Dhe shihemi. Falenderoj unë, po. Edhe unë ju falenderoj nga zemra që na ndoqët. Unë nga Mëlçia. Dhe Stefania nga Veshka e Majt. Shumë faleminderit që na ndoqët, ne do shihemi në episodin e radhës dhe mos harroni të na ndiqni edhe tek Pop Passport çdo të mërkurë në orën 21 dhe tek Sheri patjetër, ne do japim lajmërimet tona para se të nxjerrim episodet e radhës. Me shumë love. Bye. Johan Jong se nuk jemi këtu në Pop Passport. Bye.